Infeksionet virale vazhdojnë të jenë të pranishme gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, gjendja në qendrën e mjekësisë familjare në Orize paraqitet stabile, sipas mjekut specialist të kësaj qendre, Alis Sadiku. Gjendja aktuale në qendrën tonë për momentin është stabile, edhe pse ndodhemi në sezonin e verës, ku zakonisht infeksionet traktit gastrointestinal janë shumë të shpeshta. Në qendrën tonë kemi raste, mirë po gjendja është stabile dhe mirë e menaxhueshme. Mjeku tregon se me të cilat simptoma po paraqiten më së shumti pacientët dhe cilat grup mosha janë më të prekura. Zakonisht në këtë sezon dominojnë infeksionet virale, që shkojnë të vjellura në marrëqitje. Moshat zakonisht preken të gjitha moshat, prej foshnjë fëmijëve të vegjël dhe më të rriturit, por që situata në shumicën e rasteve është e menaxhueshme me mjekim ambulantor. Pacientët zakonisht vinë, marrin trajtimin e duhur dhe vazhdojnë trajtimin në shtëpi. Tutje shpjegon se si menaxhohen këto raste. Me rehidrus, me kujdes në marrjen e ushqimeve të ndryshme, sidomos nuk duhet të japet lancet frutave apo pije të gazuara, duhet me ujë të trajtohen me ujë sa më shpesh të marrin në doza të vogla dhe normalisht rastet që janë më të rënda, sidomos te fëmijët të vegjël, kur kemi dehidrim të rënd, normalisht ato rasteve ordinohen apo referohen në spitalin e Nënçakos. Në fund, mjeku bën thirrje për kujdes të shtuar, respektim të masave të higjienës dhe trajtim me kohë në rast të shfaqjes apo përkeçimit të simptomave.